Atëherë edhe sot e pam veprimin e radhës, absurditetin e radhës të partive opozitare në kuvend, cilat nuk morën fare pjesë në votim në formimin e komisionit I cili e mundson votimin e fshetë, njëjtë si vepruan para disa javësh kur nuk votonin raportin verifikues të komisionit për verifikimin e mandateve, që bllokoi për disa seanca me radhë procesin e ecjes tutje, njëjtë bën dhe sot, pra njëjtë siç kanë bërë dhe për shumë seanca radhazi duke vazhduar bllokadën e konstituimit të kuvendit, ndërkohë që e kemi parë që vazhdimisht I kanë arsyetimet e njëjta, por ne siç kemi qenë në fillim jemi dhe sot të gatshëm që t'i përgjigjemi kërkesës për votim duke votuar pro këtij formimit të këtij komisioni, sepse mendojmë që shumë e rëndësishme që të dalim nga kjo bllokadë dhe të ecim tutje me konstituimin e kuvendit fillimisht dhe pastaj dhe kalimin në procedurat e radhës. Kemi parë që s'ka pasur reflektim prej këtyre partive opozitare, pra cilat po vazhdojnë ta bajnë edhe më tutje qëndrimin e tyre të njëjtë sa I përket mos pjesëmarrjes në votim fare, meqense e dim që kjo madje nuk përkon fare as me atë çfarë thuhet edhe në aktvendimet e gjykatës kushtetuese, pra kur decidivisht kërkohet prej deputetit që në këtë proces konstituimi duhet të ketë qëndrim dhe marrje pjesë në votim, dhe janë pikërisht këta deputet të këtyre partive politike të cilët zgjedhin të mos marrin pjesë fare në votim dhe të kontribojnë edhe më tej në vazhdimin e kësaj bllokade që tashmë për javë është shkrijuar në kuvend. Unë nuk e kuptoj atëherë pse ne duhet I nënshtrohemi një procesi të tërë zgjedhor, prej cilit duhet ta presim kush do dalë fituesi dhe si I tillë fituesi ta ekzistojë të drejtën për të propozuar kandidatin e vet për kryetar të kuvendit. Kjo është e drejtë ekskluzive e lëvizjes vetvendosje dhe sigurisht ne nuk mund të funksionojmë me këto lloj kërkesash të partive opozitare, sepse të njëjtat më pastaj në procesin e radhës do t'i propozojnë kandidatët e tyre për nënkryetar, për cilët edhe ne mund t'i kemi dilemat e tona, por s'do të bllokohemi sepse do t'i respektojmë si kandidatë të propozuar nga subjektet e tyre politike. Pra, unë nuk mendoj që është problemi tek emri cilin po e propozon lëvizja vetvendosje, unë mendoj që kjo është vetëm një arsye për cilën, pra pas së cilës po qëndron opozita duke thënë që ne nuk e votojmë zonjën Haxhiu dhe si rezultat nëse po doni të ecim përpara ndryshojeni emrin. Po, ne nuk mund të futemi në këto lloj kërkesash të partive opozitare, sepse jemi subjekti që ka fituar zgjedhjet e 9 shkurtit me 42% dhe e kemi të drejtën ekskluzive për të propozuar kandidatin që ne brenda organizatës dakordohemi që t'jetë ky kandidat që në këtë rast është zonja Haxhiu. Kështu që nuk mendoj që kjo është arsye për të thënë që ju po kërkoni nga ta të tërhiqen, po s'po tërhiqeni vetë, sepse madje kemi parë që partitë opozitare, në këtë rast PDK-ja vazhdimisht ka thënë, ka shtuar listën e personave cilët ata nuk janë të gatshëm t'i votojnë, që do të thotë që nuk është problemi tek zonja Haxhiu, thjesht problemi është që ata nuk po duan të ecin përpara me konstituime të mbrim deri tek procedurat e tjera, sepse thjesht po duan ta mbajnë edhe më tej të bllokuar institucionin më të rëndësishëm vend, duke mos marrë pjesë fare në votim dhe duke vazhduar arsyetimet e njëjta për javë tashmë, në vend se tashmë të votonin dhe të ecnin përpara dhe vendi t'i kishte edhe institucionet funksionale. Ne kemi dy kërkesa që po I presim opinionet e gjykatës kushtetuese në lidhje me ato dy kërkesa shumë të rëndësishme. Njëra prej tyre pra ka të bëjë me procesin e votimit të votave të mërgatës. Nuk kemi marrë përgjigje ende, mendojmë që shumë e rëndësishme që të kemi një opinion të gjykatës kushtetuese sa I përket kësaj kërkese që ka dërguar lëvizja vetvendosje. Ne nuk jemi në presion si deputet të lëvizjes vetvendosje, dhe unë po flas ekskluzivisht në emër të grupit ton parlamentar dhe jo në emër të deputetëve të tjerë, sepse s'kemi për çfarë të jemi në presion përderisa jemi në përputhje me atë çfarë aktvendimet e gjykatës kushtetuese thonë, rregulloria e punës e kuvendit thot, jemi në kuvend në çdo seancë duke marrë pjesë në votim, sepse po duam të përfundojmë një proces shumë të rëndësishëm siç është konstituimi I kuvendit. Po besoj që ata që duhet të jenë në presion janë deputetët cilët po vinë në sallë të kuvendit, por s'po I përgjigjen fare me votim kësaj procedure. Këto nuk janë akuza, nëse ju ishini si të tilla, këto nuk janë akuza, janë thjesht është
realiteti me cilin po përballemi për javë, tashmë pavarësisht që dikush prej jush edhe mund t'i shoh si akuza, ne thjesht po e shpërfaqim një realitet cilin po mundohet ta e shtrembroj vazhdimisht pikërisht në për këto foltore përfaqësuesit e partive opozitare në kuvend. Sa i përket asaj se çfarë kemi bërë ne, ju e dini që vazhdimisht ka pasur ftesa në drejtim të partive për të parë mundësinë për të zgjetur një kompromis në mënyrë që të ecim përpara, edhe para thirrjes për konstituim, por edhe gjatë kësaj periudhës kur jemi në përpjekje për të konstituar kuvendin e Kosovës, kemi pasur vazhdimisht kërkesa ndaj dy subjekteve politike, PDK-s dhe LDK-s, sepse këto dy subjekte politike do të kemë përfaqësim me nënkryetar në kryesinë e kuvendit, e kemi menduar që bashkarisht edhe mund të diskutojmë për mënyrën se si të dalim prej kësaj blokade që prej tyre është krijuar, por ju jeni dëshmitar dhe dini cila ka qenë përgjigjja e tyre dhe sa kanë qenë ata të gatshëm të jenë bashkëpunues sa i përket zhbllokadës së situatës, edhe që vazhdimisht ka qenë e njëjta kërkesë dhe vetmja kërkesë ndrimi i emrit të kandidatit, por nuk besojmë, vazhdojmë edhe më tej të besojmë që ky nuk është problemi dhe se edhe vetë partitë opozitare janë të vetëdijshëm që ky nuk është problemi, pra emri i kandidatit që është propozuar prej lëvizjes vetëvendosje nuk është arsyeja pse kuvendi është duke mbetur i bllokuar, arsyeja pse kuvendi po vazhdon të mbetet i pa konstituuar, është pikërisht sepse këto parti opozitare po duan të vazhdojnë të mbajnë këtë situatë si të tillë, duke mos marrë pjesë fare në proces të votimit. Pra ne kemi bërë disa hapa, jo një, jo dy, por disa hapa radhazi dhe nuk kemi marrë përgjigje pozitive për këtyre partive politike, të paktën të shohim që ka një gatishmëri të kontribojnë në zhbllokim të situatës. Është e vërtetë që kemi fituar 48 mandate, por mos harrojmë edhe një gjë që konstituimi i kuvendit nuk është vetëm përgjegjësi e partisë fituese, është përgjegjësi dhe barë e secilit deputet që është pjesë e kuvendit të Kosovës dhe e secilës parti politike që përfaqësohet brenda këtij kuvendi. Nëse flasim për krijimin e qeverisë, atëherë po pajtohem që është përgjegjësi ekskluzive e vetëvendosjes për t'i bërë numrat. Po kur jemi tek çështja e kryesisë e konstituimit të kuvendit, kryesia e kuvendit nuk përbëhet vetëm prej deputetëve të vetëvendosjes, pra ka deputet edhe të partive të tjera politike, që të thotë që është përgjegjësi e secilit prej nesh pa dallim që të arrijmë një kompromis dhe të ecim përpara. Sa herë vetëvendosja ka bllokuar konstituimin e kuvendit, sepse unë nuk e mbaj mend në historinë parlamentare ndonjëherë që konstituimi i kuvendit është bllokuar si rezultat i vetëvendosjes, i mos marrjes pjesë në votim, ose si rezultat i krijimit të këtyre precedentëve që i ka krijuar kjo opozitë për herë të parë në Kosovë kësaj here. Do të thonë, unë nuk e mbaj mend ndonjëherë që një gjë e tillë ka ndodhur si rezultat i vetëvendosjes. Ka ndodhur kësaj here si rezultat i partive opozitare sot, cilat vazhdimisht po e përdorin si të vetmin mjet që momentalisht e kanë duart e tyre që të mos marrin pjesë në votim. Edhe përgjigjja ime ishte konkrete që as edhe një herë të vetë me kuvendi nuk është mbajtur i bllokuar si rezultat i vetëvendosjes dhe ky është një dallim goxha i madh cilin mendoj që është mirë ta bëni. Po. Besoj që mund të referoheni si opozitë, se nuk ka konstituim kuvend. Unë ju referohem si të tillë siç ishin. Ata kanë qenë opozitë në kuvend për 4 vite me radhë dhe për mua janë ende përderisa ai kemi një legjislaturë të re në të ardhmen. Jam shumë kurioze me ditë këto lloj pyetjesh a ja bëni partive opozitare dhe të pyesni nëse ata kanë vetëm një veprim të vetmin që shkojnë drejt zhbllokimit të situatës, sepse vazhdimisht të lutem po flas, pak respekt. Vazhdimisht keni tendencën ta sulmoni lëvizjen vetëvendosje, ndërkohë që as edhe një herë të vetme nuk e shpërfaqni faktin që lëvizja vetëvendosje në vazhdimsi përgjatë gjithë kësaj periudhe pak më shumë se një mujore ka bërë përpjekje që të nxirret situata prej kësaj bllokade që është ardhur si rezultat i këtyre partive opozitare që janë pjesë e kuvendit. Pra, lëvizja vetëvendosje ka bërë në vazhdimsi veprime, por ne nuk mund të rrim gjatë gjithë kohës duke ju adresuar subjekteve politike cilat nuk reflektojnë për mënyrën se si po veprojnë për seanca të tëra radhazi tashmë dhe po vazhdojnë të mbajnë
qëndrime të njëjta, të pabazuara, të paargumentuara, thjesht për kontribuar edhe më tej në procesin e bllokimit. Kështu që nuk është ideja tua them 3 veprime 48 orëshit të fundit, sepse ka ma shumë se 3 veprime që janë bërë për gjatë gjithë kësaj periudhe mujore, për cilat ne vazhdimisht kemi folur, për cilat unë fola edhe pak më parë nëse më dëgjuat, pra lëvizja ka bërë vazhdimisht veprime për të kontribuar në zhbllokim të situatës që është krijuar tashmë në kuvend, por ama për të pasur një zhbllokim kërkohet reflektim prej partive që kanë krijuar këtë blokadë. E një gjë të tillë unë dorën zemër nuk po e shoh. Ne jemi duke kërkuar nga gjithë deputetët pa dallim që të jenë kontribues të zhbllokimit të kësaj situate, sepse po e përsërisht është bare secilës parti politike të jetë pjesëmarrës në konstituimin e kuvendit dhe të jap fund një herë mirë kësaj situatës që tashmë është krijuar prej javësh. Lëvizja Vetëvendosje vazhdimisht ka bërë përpjekje që ta arrijë një gjë të tillë, duke u munduar vazhdimisht të jap argumentet mjaftueshme para opinionit për të kuptuar ku qëndron problemi dhe ku qëndron arsyeja pse kuvendi po mbahet i bllokuar edhe më tej, dhe po besoj që ndoshta po t'ishte mundsuar votimi i fshetë i cili po parandalohet madje edhe me mos krijimin e komisionit që e mundson votimin e fshetë në kuvend, do të kishim pasur një rezultat ndryshe. Pra po shohim që ka shumë arsye për të menduar që kjo thjesht është dëshirë e opozitës ta mbajë të tillë situatën, sepse ndoshta po e formuan komisionin, mund të kemi një rezultat ndryshe tek votimi i fshetë, ose ndoshta mund të kenë të tjerë deputet që edhe mund t'i kontribuojnë zhbllokimit të kësaj situate, sepse kemi parë që brenda partive politike ka mendime të ndryshme të deputetëve në raport me situatën që është krijuar. Megjithatë kemi një blokadë e parsyeshme që është krijuar tek mos krijimi i komisionit, ndërkohë që edhe mund krijohet, edhe mund të mos krijohet prap me pjesëmarrje, pra me votim, por as nuk po ndodh njëra, as nuk po ndodh tjetra, sepse qëllimi vetëm është që vazhdoj edhe më tej kjo blokadë që është krijuar. Unë ju falenderoj shumë.